Edhe një herë rikonfirmohet besimi i qytetarëve të Tiranës tek Edi Rama, Partia Socialiste, për të vijuar punët e nisura, për të vijuar progresin, për të bërë reformat e pakthyeshme dhe për të vijuar projektin ambicioz të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Faleminderit të gjithë qytetarëve të Tiranës për besimin. Sigurisht ky është një besim i madh, të cilin ne do ta përkthejmë në më shumë punë dhe më shumë përpjekje të përbashkëta për një të ardhme edhe më të mirë për fëmijët tanë. Faleminderit të gjithë komisionerëve, numëruesve, faleminderit të gjithë atyre të cilët në gjithë këto ditë kanë vijuar punën e tyre dhe kanë bërë sipas standardeve më të mira. Ky është një leksion i madh qytetarie i të gjithë atyre të cilët kanë marrë pjesë në këto zgjedhje dhe mbi gjitha dhe gjithë atyre të cilët kanë qenë pjesë e këtij procesi. Duaj që gjithashtu të falenderoj të gjithë strukturat e Partisë Socialiste, të gjithë anëtarësinë e Partisë Socialiste, të gjithë ata që na kanë mbështetur, simpatizantë, aktivistë, mbështetës mbi të gjitha qytetarët e Tiranës. Kjo është një fitore e qytetarëve të Tiranës, një fitore e gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Një koment për reagimin e parë të Bashkimit Evropian që ka deklaruar mes të tjerësh se komentet nuk i kam lexuar se kanë qenë siç më keni parë. Gjithkohës do ketë kohë për komente. Sot do kemi kohë për të gjitha komentet. Ne kemi zbatuar kodin zgjedhor dhe jemi të bindur që në zbatim të kodit zgjedhor të gjitha angazhimit tona, edhe si qeveri, edhe si institucione, janë në zbatim 100% të kodit. Faleminderit.